Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën aktuale nga politika dhe aktualiteti me avokatin e njohur Zaçe Islami. Avokat, përshëndetje, faleminderit shumë. Përshëndetje edhe unë ju falenderoj për ftesën. Avokat, kjo javë mbyllet me festën e fitores, festën e ditëlindjes së Partisë Socialiste, 34 vjetorin. Besoj e keni dëgjuar kryeministrin. Nga fitoria në fitore, të tjera suksese e presin Partinë Socialiste, por mbrëmja është errësuar sepse sipas mediave ka pasi kontroll të SPAK-ut dhe të Byros Kombëtare të Hetimit tek Ergjys Agasi, pra një nga njerëzit sipas medias të besuar të kryeministrit në Durrës. Faleminderit, po me të vërtet me don ju zoti gazetar se unë do ndjek fjalimet dhe fjalët e një sharlatani që aktualisht është akoma në pushtet, harroje. Atë që ka ndodhur që ati Agasit ishte bastisur zyra, këtë e di. Si kundërdi dhe atë tjetër që zëvendësja e tia, ajo Ballukja, ka vajtur të shefat e saj në Athinë për të marrë udhëzime ose për të ndonjur atje që t'i shpëtoi arrestimit. Këto i di unë. Ndërsa partia e ashtu quajtur socialiste nuk ka parti socialiste në Shqipëri, zotëri. Në Shqipëri ka vetëm parti e punës e ndarë në dy pjesë, PPSH-ja, PD dhe PS. Nuk ka parti socialiste. Ata tallen, se janë kaq të papytyrë sa e gënjej dhe tallen me popullin shqiptar në fakt. Por ky aksioni që kanë qendër Ergjusin, pra, mendoni që lidhet me krimin zgjedhor apo më tej? Jo, krimi zgjedhor është dëgjoj. Ai dhe kryeministri i tij, jo Juni, kanë gjunahe të mëdha për të shlyer këtij populli. Kanë bërë krime shumë të mëdha. Dhe SPAK-u atje për atë ka vajtur që të marrë të gjithë dokumentacionin e dur, provat, çfarë ka, çfarë s'ka. Sipas medias është sekuestruar 2 telefona dhe laptopi. Mund dalë diçka nga telefonat, besoni? Dëgjoj, media aq di. Unë di çik më shumë. Është bastisur zyra. Janë marrë dokumenta, gjithçka veprim që kanë bërë ata gjithë veprimtaria atyre zyrtare dhe postudiot në SPAK-u. Nuk vajti kot SPAK-u atje. Nuk vajti kot SPAK-u në Tepelen. Nuk vete kot SPAK-u. SPAK-u është folur shumë, është kritikuar dhe nga ana ime, është kritikuar por me këndvështrime nga kënde të ndryshme. Unë e kam kritikuar dhe kritikoj prapë, pse nuk shkon të zbatosh arrestimet që ke dhënë, t'ia çosh gjykatës për të miratuar, ndërsa ata e kritikojnë SPAK-un se thonë, po na bie qaf. Jo zotëri, SPAK-u bën atë detyrë për cilën është ngritur. Dhe SPAK-u është deri tani, domethënë deri sot që flasim që ka kryer këto veprime dhe që do vazhdoj dhe në të ardhmen, kam besim absolut për atë punë. SPAK-u është në funksion dhe në mbrojtje të ligjit dhe të Shqipërisë. Nuk është në mbrojtje të partisë të ashtu quajtur socialiste. S'ka parti socialiste. Ka parti e punës, ka rilindje të partisë punës, nuk e bëri kot emri rilindje ai. Rilindje u thot të tërë njëri tjetrin se ata bin, dëgjoj zoti gazetar. Shqiptarët duhet ta dinë që komunistët e Shqipërisë janë në punë, janë në funksion, janë të organizuar siç kanë qenë. Ashtu i bëjnë dhe mbledhjet, ashtu i bëjnë dhe raportimet, ashtu i bëjnë dhe mbështetjen që japin këtij sharlatanit, këtij porno kryeministrit, se është porno kryeministri ai, nuk është kryeministri ai. Avokat, kjo aksioni sot, mendoni që do qëndrojë aty, mund shkojnë në nivel drejtori, ministri, deputeti, më lart? Jo, sa ka filluar. Patjetër do shkojë lart. Do shkoj deri te kryeministri. Pse nuk janë mbajti kryeministrit që trimit të trimave, që të jepte telefonin SPAK-u, po i paralajmëroi, tha, mos bëni gabim, tha, që të më kërkoni telefonin mua, tha. Ai do ta dorëzoj telefonin si qeshua. Por edhe duke u marrë telefonat të tjerëve, zbulon biseda që kanë pasur me të. Fiks. Prandaj ai e gjen si strusi, mbulon kokën e zbulon prapanicën. Fut kokën në rër.
E di që e ka të shkurtër. Mos shkoni me larg. Ai vajte në dasmën e atij kriminalit Soros. Ati që i bëri gropën Shqipërisë këto 32 vjet. Ati që ka mbështetur hajdutët dhe ka financuar dhe ka ndihmuar dhe ka grabitur dhe vetë miliona dollar. Pse nuk vajti, pse nuk e ftoi njeri në departamentin e shtetit ose nga qeveria amerikane atë kryeministrin tuaj, jo timin, pse nuk e ftoi njeri? Është Joni. Juaj po, jo imi. Juaj po, jo imi. Megjithatë, avokat nga Amerika u kthye pa i hyrë gjem në këmbë. Ka vajtur për vizitë private dhe ka imunitetin e kryeministrit akoma dhe tani që flasën bashkë. Se duhet të dini një gjë. Nuk mund të arrestohet kryeministri një shteti, jo me vëmendje, kur është në funksion, kur është në punë, nuk mund të arrestohet sepse i ke shpallur luftë atij shteti tek i cili ai është kryeministër. Kjo nuk bëhet. Do arrestohet ai. Dhe do jap llogari mu si Çeçua, por të bëhet. Pra nuk e ka kaluar, pavarësisht vizitës që bëri, ju mendoni që problemet nuk i ka kaluar. Nuk e lau oqeani. I nderuar gazetar, vajti për vizitë private, nuk vajti i ftuar nga shteti amerikan. Si privat ai mund të shkojnë kur të dojnë në Amerikë. Kur të dojnë se ndalon njeri. Sa të dorëzoj detyrën do ta shohësh. Këtu do jemi. Një tjetër aksion avokat ishte po i spakut të PK-s në Tepelen tek Tërmet Peçi. Ajo që ju keni denoncuar 6 muaj, 1 vit më përpara. Kam thënë që në jum do shpërthej dhe s'ka shpërthyer. Pra po të them, nuk kanë dalë akoma skandalet e Tërmet Peçit. Akoma janë në punë BKH janë Tepelenës, në punë. Ditë për ditë po zbulojnë gjëra të reja. Nuk është vetëm Tërmetit. Dëgjoj, me që ma përmendë Tërmetit se s'kisha ndërmend se e kam përmendur gjithë ato herë dhe i kemi bërë nder duke e përmendur, se nuk e vlen ai një rrugaç që ta përmendësh në emisione televizive. U bë deputet. Nuk është bërë deputet, dhe mos e thuaj prap. Nuk janë njohur zgjedhjet më zotëri. Mos e thuaj më se na fyeni inteligjencën. Nuk janë bërë zgjedhje, nuk njihen këto zgjedhje. Tani vin te Tërmeti. Tërmeti kishte ngritur atje në Tepelen, ka ngritur në bashkinë e Tepelenës një grup të strukturuar kriminal, siç e ka ngritur Edi Rama në kryeministri. Domethënë, ka vënë një juristi, kishte vënë një juristi që tani u emëroi Edi Rama kryetare bashkie, një hajdute, një femër të korruptuar, një arrogante, që çfarëdo që thoshte Tërmet Peçi, ajo ka vënë firmën. Ka sjell që nga Kruja një që ka të shef të urbanistikës, nuk e di, se humbi dhe vdikin dhe ushuan djemt e Tepelenës, po do mërte në Kruj Tërmet Peçi të bide atë sekretarin që ka atë drejtorin e urbanistikës. Ka marrë gjithë njerëz nga këqyra, gjithë faretishin e gruas, e ka futur në punë në Tepelen. Ka uzurpuar, ka grabitur gjysmën e pronave të fshatit regjinë mos po 3 qerek, po ashtu në Nivic, po ashtu në Progonat, nuk janë bajtje sepse ka akoma banorët atje që janë në shtëpitë e tyre, por tentoi me shtëpinë, me pronën e klientëve të mi që e kam denoncuar dhe e kam thënë me kohë. Dhe personi të njoftoj shikuesit tuaj, personi që ka kryer agresion ndaj klientëve të mi, verbal, fizik, një fytyrë degeneruar, sot Sokol Guga është i pandehur në gjykatën e Gjirokastës dhe po gjykohet. Do gjykohet jo vetëm Sokol Guga, po ta din, të gjithë ata që kanë marrë pjesë në grupin e strukturuar në Lukunin, që u vërsul në familjen Daci, të gjithë ata, motra e vëllezër sa qenë, të gjithë do dalën para gjykatës dhe do japin llogari për veprimin që kanë bërë, se si ngacmoi njeri. Nuk u vajti njeri në pjesën e tyre, në pronën e tyre. Pretendon që e kam zënë unë, thot, atë pronë dhe do ta marr unë, kush je ti more? Pse matesh me hijen e mëngjesit more njeri degeneruar, i korruptuar, i pështir, Sokol Guga.
Vazhdoj. Duket se sapo është hapur kjo, vera do t'jetë e Po, nxehtë. tani do t'i dalim për telakrorit, dhe për progonatin, dhe për të tërë. Tani, një nga një, unë nuk kam thënë, nuk ka vetëm atë, ka Baxhon e Nivicës që e quajti shkollë, ka marrë një 700.000 euro për ta bërë një ndërtesë për ta bërë shkollë, ishte Baxho ajo më para. Ajo është dhe sot e kësaj dite Baxho dhe nuk u bë kur shkollë. Ka vjedhur parat, ka vjedhur mbi 70 milion euro, kaq të deklaruara deri tani, ka shumë më tepër ai Tërmet Peçi. Kuptohet që një pjesë të madhe të atyre parave, i ka marrë do zboruja këtu Edi Rama, plakumere. Vazhdoj. Avokat, po me Velia në çfarë vendoset ca mesazhet koduara ande nga burgu? Për kë janë këto? Janë për Berishën, për Ramën, për Spakun? Nuk e di si kam lexuar mesazhet që të kemi një ide se për kë i dërgon. Por ajo që di unë është që kjo parti mafioze, ky grup i strukturuar kriminal që quhet Parti Socialiste në pushtet, funksionon me kodin e heshtjes, që do të thotë Erion Velie është izoluar. Është në burg dhe nuk do dalë ande, ka marruar ajo, dhe të cilët përpjet të bëjnë 100 kërkesa e 1000 kërkesa. Nuk do dalë ai pa u gjykuar dhe pa folur që kanë bërë dhe si kanë bërë. Mirë po e ka një problem që e kanë të gjithë mafiozët kur futen në burg. Ai nuk mund të flasi duke pasur familjen jashtë. Sepse e kërcënojnë nëpërmjet fëmijëve, nëpërmjet gruas, nëpërmjet nënës, vëllait, diun e kërcënojnë dhe ka frikë të thotë të vërtetën, sepse ai ky porno kryeministri që e vuri kryetar bashkie e ka siguruar që ai të mos flas. Se po foli i ndodhin këto gjëra. Dhe prandaj Erion Velia merret tani kërkon ta marrë avash anës. Erion Velia i ka vajtur Haberi, i ka vajtur kërkesa nga kryetari i partisë Shpresa Demokrate Shqiptare dhe i ka thënë fol se nuk t'i prek njeri familjen edhe njerëzit e tu. Po fol tuaj të vërteta, tuaj gjëra si që janë se do lehtësosh veten i kanë thënë. Ishtë thënë. Erion Velia akoma 13 nuk e di si e ka hallin, është punë për të. Di që është halk e zinxhirit të madh të llaktarshëm të vjedhjeve dhe të korrupsionit në Shqipëri. Është një nga hallkat kryesore. Avokat, sipas mediave sot ka në media është interpretuar ka diçka që nuk shkon brenda Spakut, pasi Dumani ka shkarkuar nga posti i marrëdhënieve me jashtë Arben Krajën. Tani kjo mund të jetë diçka, edhe ka emëruar Dorina Bekon, një grua. Ka diçka që nuk shkon këtu se vjen 5 muaj përpara largimit nga detyra, apo mund të jetë diçka rutinore? Arben Kraja, zotri, ka qenë oficer i sigurimit shtetit i Etusisë. Është komunist, mirë ka bërë që ka shkarkuar. Ka bërë shumë mirë. Dhe ende një 3-4 të tjera atje. Sipas deklarimeve të zotit Pullum Pilinçi, janë dhe 3-4 të tjera atje. Dëgjoj, ata duhet të dinë dhe të kuptojnë që Amerikës nuk i shpëton asnjë gjë. Amerika është në roje të Shqipërisë, në roje të situatës këtu, në dieni të plot, nuk kanë nga lëvizim. E din mirë këtë punë, dhe ti keni shteti prapë këtu do t'i bien. Nuk është çështje e mbyllur ajo. Shefin e BKH-s të riun besoj e ka piketuar Amerika apo prapë është në dorë të këtyre, të Dumanit me shok? Dhe njëherë si më thatë? Shefin e BKH-s e ka piketuar Amerika të riun apo do jetë në dorë të këtyre tanëve këtu? Si shtetin e BKH-s, nuk e kuptoj këtë. Shefin e ri, kreun e ri. Shefin. Po. Shefin, nuk e di. Nuk e di. Ato janë gjëra që diskutojnë, janë sekrete, diskutojnë në përzyra, diskutojnë në nivel të lartë, shumë të lartë. Dhe kam besimin absolut që Amerikanët do vendosin, do të thënë në krye të BKH-s, do vendoset njeriu i duhur. Avokat, për ta mbyllur, mendoni që në qershor këto di që kanë mbetur apo në korrik mund kemi pranga të rrugës? Do kemi që tani, shumë shpejt,
për këtë kam besim tek kryetari i Partisë Shpresa Demokrate, që jo më larg se edhe sot në darkë deklaroi, në orën 6, deklaroi që tha do vazhdojnë arrestimet, ndoshta edhe që sonde tha. Kështu që nuk të riqet Amerikana ato që ka vendosur dhe nuk braktis Amerika krijesën e vet që është Byra Kombëtare e Hetimit dhe SPAK-u. Ju lutem avokat, diçka të fundit për luftën. Mendoni rrezikojmë ne apo ju si e shikoni? Për kë luftë? Luftën që po zhvillohet në lindjen e mesme, po kemi mujahedinën në Tiranë. Nuk e di se çfarë bëjnë ata mujahedinët e Tiranës, ata iranianët, nuk e di janë mujahedin apo janë, nuk e di çfarë janë, po di që janë iranianë, comme si iranianë. Opozita e regjimit atje. Opozita atyre, po, dakor. Por me që ma hape këtë temë, se kjo është një temë që në fakt që duhet të diskutuar më vete, po kjo luftë është një vetvrasje për kriminalët izraelitë dhe ata do japin llogari. Nuk e mundin dot Iranin izraelitët, harrojeni. Dhe dëmet që ka pësuar, edhe që nuk i thonë, po është shkatëruar në fakt, është shkatëruar ajo infrastruktura izraelite dhe Izraeli ishte goditur shtabi udhëheqës, komanda e ushtrisë izraelite është goditur. Ndërsa Irani nuk ka pësuar asnjë, Irani ka pësuar dëme, kanë vrarë dhe njerëz, po shtabin dhe komandën i ka të garantuar, e ka siguruar. Nuk do fitoj Izraeli. Nuk do hyjë dhe Amerika nuk besoj që të mbështesi Iranin për një arsye siç e gjykoj unë, nga këndvështrimi im. Irani, po e sulmoj Amerika Iranin, do thotë që ti pristet nafta Kinës, sepse Kina merr një sasi shumë të madhe nafte në Iran. Pra, Kina do mbrojë interesat e saj, se punë interesash është lufta. Kjo botë është punë interesash. Ekonomi, po ne ku do ta fusim kokën, po na hollën gjë këtej. Ne të garantoj, kemi mbrojtjen e Amerikës, jo më larg se dje fluturuan një 4 avion këtu në Tiranë, mbase i pa. Ata i thanë sërbit dhe grekut që shikoj jemi ne këtu, ishin afrikan-amerikanë që të 4. I thanë sërbit dhe grekut, jemi ne këtu, kini kujdes, mos e lëvizni bishtin. Ky që ai fluturimi atyre avionëve. Por kthehemi tek Irani. Po i del tani në krah Iranit, po i del Pakistani, po Pakistani është fuqi bërthamore. Natyrisht që në një konflikt me pjesëmarrjen e Amerikës, patjetër që do hyjë Kina në lojë. Po Kina është aleate me Rusin. Pra janë ndërthurur shumë interesa që për mendimin tim nuk e di, ajo Amerika ka generalit edhe strategët e saj, s'kam mëndun që t'u jap mend atyre. Por logjika më thot që nuk do hyjë në konflikt të thellë me Iranin amerikan. Nuk ka interes. Nuk ka interes. Bolla kanë mbështetur ato Izraelin, boll kanë mbështetur një kriminal, një sadist që vret fëmijë dhe gra, një njeri që bën genocid në Palestinë, dhe Izraeli prandaj hapi frontin me Iranin që të mbuloj krimet që po bën në Gaza. E ka të shkurtër Izraeli dhe me sa duket që ka vendosur që Izraeli të qërohet në harta, se artificialisht u krijua edhe me luftë iki. Avokat, të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë të falenderoj ty.